Korça është rikthyer mbrëmjen e dieshme në vëmendjen e ardashësve duke çelur edicionin e radhës të netëve korçare të poezisë, një ngjarje konsoliduar kulturore që mbledh poetë dashamirës të fjalës artistike nga gjithë bota. Në këtë edicion marrin pjesë 34 autor nga vende të ndryshme si Italia, Franca, Izraeli, Monako, Greqia, Kosova dhe Shqipëria. Poezitë e tyre sjellin jo vetëm ndjeshmëri dhe mesazhe universale, por dhe ngjyra kulturore të vendeve përkatëse. Mbrëmja u hap me një homazh të veçantë për poetin korçar Skënder Rusi, emri i njohur ky dhe i dashur për letërsinë shqipe. I biri Eris Rusi në fjalën e tij u shpreh: poetët janë të vdekshëm, për puna e tyre letrare mbetet e pavdekshme. Sot netët u çelën me emrin e poetit Skënder Rusi dhe me vargjet e tij. Dhe poetët kanë një jetë toksore, si të gjithë njerëzit, por jeta letrare e tyre është e tillë që i bën të përhershëm. Dhe unoroj dhe shpresoj që për vite e vite të tjera netë korçare të poezisë ta kenë këtë jeon që i reziston kohës. Autorët pjesëmarrës theksuan rëndësinë që kanë këto net poetike për promovimin e krijimtarisë si dhe për ndërtimin e urave të reja të bashkëpunimit mes kulturave dhe popujve. Zërat e poetëve Valbona Lola, Arjan Kallço e Stefania Romito sollën emocionet veçanta për publikun, duke dëshmuar se Korça vazhdon të mbetet vatër e gjallë e poezisë. Korça, si gjithmonë, është një rrezë e driteshëm, një rreplet, poetët të cilët sjellin ndjenjat dhe shpirtin e tyre më të bukur nga poezitë e tyre. Vërtet, kultura ka nevojë për uralice. Dhe këto uralice i sjellin poetët, i sjellin njerëzit e artit dhe të kulturës. Netët korçare të poezisë vazhdojnë të jenë simbol i gjallë i bashkimit mes arti dhe një dëshmie se fjala poetike mbetet gjithmonë urlidhse mes poetëve.